Gjykata e Vlorës, por dhe ajo apelit kanë një fluks të lartë të dosjeve të cilat lidhen me konfliktet e pronësisë. Avokatja Elona Mone, e cila çdo ditë përballet me trajtimin e dosjeve të pronave, thotë se çështjet e pronësisë janë ndër më delikate të mundshme. Sipas Mones, këto çështje lidhen me konfliktet mes palëve dhe deri tek mungesa e informacionit nga institucionet, gjë që bën që trajtimi i tyre të zgjasë në kohë. Tani, normalisht prona është dinamike, sepse prona nuk ka vetëm një pronar, mund të ketë shumë bashkëpronar, janë shumë njoftime për të kryer radhë parë. Pra, proceduralisht, një çështje pronësie, duke nisur që nga njoftimet dhe deklaratat e mbrojtjes në bazë të ndryshimeve të ligjit, ka një kohë më të gjatë për të vlerësuar dhe për të gjykuar sesa një proces divorci apo një çështje penale ku hyn dhe gjykimi i shkurtuar. E para kjo, e dyta kemi të bëjmë në shumë raste me akte ekspertimi, nga inxhinierët përkatës, nga topografët, të cilët kërkojnë kohën e tyre për ta përgatitur dhe për ta relatuar. Përpos kemi pastaj dokumenta, të cilat institucionet nuk i vënë në dispozicion, siç kemi rastin e hipotekës, që unë si avokate kam kërkuar dokumentacion shtesë për të paraqitur padi në gjykatë, nuk ma ka vënë dispozicion hipoteka informacionin sepse kërkon patjetër vendim gjykata. Dhe ne jemi të detyruar që t'i drejtojmë gjykatës për të kërkuar këtë dokumentacion. Pra është një çështje provueshmërie më e madhe te çështja e pronës në krahasim me çështjet e tjera. Kemi çështjet e pjesëtimit të pasurive, të cilët kalojnë në dy faza, që fillimisht ndahen pjesët dhe më pas bëhet ndarja në natyrë e pronës. Apo çështjet e trashëgimisë, apo çështjet e pavlefshmërisë të kontratave, të cilat patjetër duhet të futet dhe eksperti kriminalist për të vërtetuar firmat, ka një dinamik shumë herë më të gjerë, çështja e pronësisë nga çështjet e tjera, sepse normalisht dhe vlera që ka është më e madhe. Mone thotë se një dosje pronash për të trajtuar në gjykatën e shkallës së parë kërkon minimumi 3 vite, ndërsa nëse e tillë dosje shkonte në apel, koha që merr është edhe 2 vite shtesë. Kjo varet nga çështja, varet sa konfliktual janë palët në këtë çështje, por zakonisht në 90% të rasteve çështjet e pronave palët janë goxha konfliktuale. Dhe në gjykatën e Vlorës, të paktën nga eksperienca që unë kam pasur, duhen 2-3 vite për ta ezauruar. Po themi si maksimalisht. Ndërsa, nëse kjo çështje pastaj ka ankim, do të shkojnë në gjykatën e apelit, do kërkojnë edhe atje përveç fazës kur dosja do t'i duhet të presi për të dalë në shërtim, do t'i duhet 1 vit për të përfunduar dhe atje, me gjithë shtyrjet që mund të kërkoj. Avokatja Mone konfirmon dhe faktin se te zgjatja në kohë çështjeve të pronave shton konfliktet mes palëve. Sipas saj, ka dhe raste kur pronarët mbrojnë jetë dhe trashëgimtarëve të tyre u lind nevoja të çelin trashëgimin, duke bërë që trajtimi i kësaj çështje të nisë nga e para. I drejtojmë gjykatës për të kërkuar këtë dokumentacion. Pra është një çështje provueshmërie më e madhe te çështja e pronës në krahasim me çështjet e tjera. Kemi çështjet e pjesëtimit të pasurive, të cilët kalojnë në 2 faza, që fillimisht ndahen pjesët dhe më pas bëhet ndarja në natyrë e pronës. Apo çështjet e trashëgimisë, apo çështjet e pavlefshmërisë të kontratave, të cilat patjetër duhet të futet dhe eksperti kriminalist për të vërtetuar firmat, ka një dinamik shumë herë më të gjerë, çështja e pronësisë nga çështjet e tjera, sepse normalisht dhe vlera që ka është më e madhe. Problemin e pronave. Për të ulur fluksin e çështjeve të pronave në gjykatë, Elona Mone thotë se palët duhet marrin parasysh edhe zgjidhjen e çështjeve të pronësisë te ndërmjetësi apo me anë të konsultës tek noteri dhe avokati, duke mos hapur procese gjyqësore që kërkojnë vite dhe shumë shpenzime. Atëherë, në radhë të parë, unë duhet të flas pak për rolin e ndërmjetësit. Ka çështje pronësie të cilat mund të zgjidhen te ndërmjetësi, ashtu siç mund të nxjidhen nëpërmjet një konsulencë tek avokati, pasi avokati fazën e parë të zgjidhjes së një problematike i ofron palët për ta zgjidhur me pajtim. Pra njerëzit duhet të kuptojnë që nëse arrin në një zgjidhje të mesme të përbashkët, mund të evitojnë një kosto 10 vjeçare gjyqësore. Pra, dikush mund të marrë diçka më pak, dikush tjetër diçka më tepër, por në fund të ditës evitohen kostot monetare, kostot në kohë, streset që shkakton procesi gjyqësor e tjerë. Pra mund t'i drejtohen qoftë avokatit për ta zgjidhur me pajtim, qoftë ndërmjetësit, por dhe tek noteri. E para kjo. Dhe e dyta, duhet të kuptojnë dhe faktin që këto prona të cilët i kërkojnë nëpërmjet proceseve gjyqësore që zgjasin, në fund nuk do të arrijnë dot që t'i gëzojnë për shkak të pikës ku është sot sistemi i drejtësisë. Siç mësohet, rreth 40-45% e çështjeve që trajtohen apo janë të mbartura në gjykatën e Vlorës janë pikërisht çështje pronash.